Shkodër mundet me festu sepse me gjithë bashkinë Shkodra është bë destinacion shumë i kërkuar për festat, është bë bukur domethënë Shkodra është a investu në Shkodër. Për ditë më shumë janë të ardhur. Tu bë shumë më këndshme Shkodra dhe më pëlqyeshme. Shumë bile edhe dje ishim të diskutu se kishim disa klienta prej Tiranit, kena ardhur me kalu një fundjavë në Shkodër. Nuk është vetëm një ditë ose 2 ditë. Shkodër nuk je ngjane me shëtit për javë. Kaq e bukur është Shkodra. Është favor shumë i madh. Është diçka që bashkia ka investuar për qytetin e Shkodrës, ka ndryshu faqe qytetit Shkodrës. Ja dashur Shkodrës një organizim i tillë. Nuk është se ka veç para bashkisë turista, ka ndikuar shumë te pjesa edhe zonës që duhet me dalë me pa bregun e liçenit edhe liçenin e Shkodrës. Këtë vit që kam vure më shumë, kanë shumë anglez, gjerman, por kanë shumë edhe prej vendeve të Arabisë Saudite edhe me radhë, por që e kanë pëlqyer më shumë normal janë anglez, ju pëlqen më ardhë me pi, me festu. Unë kam shumë qejf që energjia e festave të njihet jo vetëm të produktet që na sillim ose të shërbimi, ashtu edhe tek energjia jonë që jena shumë pozitiv. Ne e shijojmë vetë si staf Masanena këtë gjë për cilin edhe të tjerët. Unë i kisha ftu që më ardhë edhe me marrë këtë ndjesinë e festave që nështë pak vitet e funit është venit, por jam të pa që në Shkodër është të realizu për dite ma shumë. Kështu që janë tonë të ftuar për më ardhë me provu një diçka ose një tjetër. Kena pas turista prej shumë vendeve të botës. Si klientët vendës nuk ka. Ta në më të mirët. I ftojmë krejt që e kanë qef me vizitu agroturizmin, mundën morë me provu edhe ushimet e Stinës Dimri. Kena pas një punë të mrekullueshme, kena pa jashtë botit, pa kena si herë jashtë. Edhe kena pas se sa mundet me thethë. Kanë qenë kryesisht huj. Nga zona e Spanjës edhe nga zona e Francës janë më shumë se kërkun. Kena pas shumë nga vendet skandinave. Gjatë pjesë tjetër të vitit, kryesisht janë shqiptarë që nuk kanë këndar në thethë. Turistat pretendojnë për me pa thethën në çdo sezon. Në çdo moment që shikojnë që rruga është e hapur, shikojnë një mod të përshtatshëm, ka klienta. Thethin ja u këshilloj ta vizitoni sepse është një thesar i mshefur mes malit, ka një shumë histori, ka një shumë pasuri sa që t'len pamen. Si t'hujt, si t'shqiptar, t'pakte një herë duhet ta vizitojnë. Se kur ta vizitosh një herë, mbesa ke marrë dhe dytë. Shkodra bëhet shumë bukur, sidomos të vitet e fundit nga kryetari i bashkisë që ka investuar pafund dhe shpresojmë të investojnë edhe më shumë. Më shumë të kemi pas gjerman, polakët çdo ditë poshtohen, por edhe anglezët, amerikanët janë plot. Harmonia që kemi në qytetin e Shkodrës është e papar. Shkodra është bërë me të vërtet një vend ku festat kalohen gjithë gëzim dhe ka lezet.